Sot në Paqja Magjike do të flasim për një bimë që shumë i quajnë bari i keq, por që në fakt ka edhe vlera interesante. Emri i saj është Abutilon theoprasti ose ndryshe Velvet Leaf. Në zonën tonë e quajmë pambuk i egër. Kjo është një bimë një vjeçare që rritet shpejt dhe shpesh gjendet në kopshte, toka bujqësore dhe buzë rrugëve. Ajo ka gjethe të mëdha në formë zemre të mbuluara me një shtresë të butë si kadife. Nga kjo veçori vjen edhe emri Velvet Leaf. Kërcelli i saj mund të rritet deri në 1-2 metra dhe në verë nxjerr lule të vogla të verdha. Pas lulezimit formon kapsula me shumë fara, gjë që e bën të përhapet shumë lehtë. Farat e saj janë në formën e gjembave, të cilat mund të shpërndahen edhe nëpërmjet kafshëve pasi janë ngjitëse. Përdorimet e vlerat. Edhe pse në bujqësi shpesh shihet si bimë e padëshiruar, ajo ka pasur përdorime të ndryshme tradicionale. Në disa vende të Azisë, gjethet e saj janë përdorur në mënyrë popullore për shqetësimin e irritimeve të lëkurës. Gjithashtu është përmendur si bimë me veti shqetësuese dhe antiinflamatore në mjekësinë tradicionale. Farat përmbajnë vajra dhe në periudha mungesash janë përdorur edhe si ushqim, ndërsa kërcelli ka fibra që dikur janë shfrytzuar për litar dhe materiale të thjeshta. Në mjekësinë tradicionale, Velvet Leaf është përdorur për të shqetësuar mushkrit, për të pastruar bronket nga gëlbaza, si dhe për të shqetësuar mushkrit kur i sëmuri vuan nga astma. Ekstrakti dhe çaji i Velvet Leaf është përdorur historikisht për diaren, dizanterin, ulçërën në stomakut dhe infeksionet e traktit urinar. Antioksidantët që përmban bima të quajtura ndryshe dhe flavonoide janë mbrojtëse për qelizat nga stresi oksidativ dhe ndihmojnë për të luftuar mikrobet e dëmshme. Fibrat natyrale është kultivuar në Kinë për mijëra vite. Bima prodhon litar të fortë, është përdorur gjerësisht për të prodhuar litar, rrjeta peshkimi dhe letër. Mbajtësja e farave është mbuluar me gjemba e cila mund të ngjitet në flokë ose mund të shkaktojë irritime të lëkurës. Abutilon theoprasti është një shembull i natyrës që shpesh e nënvlerësojmë. Është bimë që mund të quhet bari i keq, ndonjëherë kanë histori dhe përdorime interesante. Nëse të pëlqeu kjo video, mos harro të abonohesh në Paqja Magjike për më shumë bimë dhe sekrete të natyrës.